Përshëndetje dashur shikues, mirë se vini në Agora News. Do të flasim për përplasjen e fundit mes kryeministrit Edi Rama dhe Erion Veliaj, teksa ky i fundit gjendet në burg, por gjithçka ka nisur sa i përket delegimit se kush do të drejtojë Bashkinë e Tiranës. Por çfarë fshihet pas kësaj përplasje mes Edi Ramës dhe Erion Veliajt? Për t'ju përgjigjur këtyre pyetjeve, ne kemi të ftuar avokatin e njohur, Kujtim Cakrani. Zoti Cakrani, përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, kënaqësi si gjithmonë. Zoti Cakrani, çfarë po ndodh me Erion Veliajn që nga lënia e tij në burg e deri më sot ku ai është gjendur përballë Edi Ramës sa i përket delegimit se kush do ta drejtojë Bashkinë e Tiranës? Në fakt, nëse do ta shikojmë nga ana juridike, jemi përballë një puçi institucional. Një puçi institucional nga ana e kryeministrit, sepse zoti Velia është kryetar bashkie, padyshim që nuk e ushtron atë funksion, sepse është në një masë sigurie, por kjo nuk bën që zoti Velia mos të marrë vendime nga mbetjet e paraburgimit për të deleguar punët e tij, për të deleguar ato çka ai do të kryej, pra angazhimet e tij administrative e kështu me radhë. Kështu që zoti Velia nga pikpamja juridike është në të drejtën e tij, sepse përcakton ligji 139/2015 dhe pikërisht neni 62-64 i këtij ligji. Ligji pra për vetë qeverisjen vendore. Dhe në këtë kuptim them që zoti Velia ka të gjitha tagrat dhe të gjitha të drejtat deri sot që flasim bashkë të ushtroj detyrën e tij ose të delegoj kompetencat kujt ai e shikon të arsyeshme, pra nën kryetarëve. Dhe kjo nuk ka si dyshim nga pikpamja ligjore. Nëse do të flasim pastaj nga pikpamja ekstra ligjore, atëherë duket qartë që kryeministri e ka marrë peng Bashkinë e Tiranës, duke mos lënë dhe duke mos protokolluar vendimet e zotit Velia, siç është ajo e dieshmja që tashmë bë publike, ku ai kishte deleguar funksionet e veta një zonje aty, Sara Goxha mos gaboj, dhe kjo nuk u la, por kryeministri vazhdoi akoma me në kundërshtim padyshim me kushtetutën dhe me ligjin, që të emëronte dikë tjetër aty që të ushtrojë funksionet e kryetarit bashkisë. Dhe nga pikpamja ligjore themi që në këto kushte është e pa precedent në demokraci, pra në demokraci perëndimore, që ku ndarja e pushteteve është një nga kushtet bazë e shtetit të drejtës, sepse pushteti vendor është i pavarur nga ai ekzekutiv, ka ligjin e vet funksional, dhe padyshim që funksionon në këtë drejtim. Prandaj që thash është e pa precedent, sepse nuk kemi dëgjuar deri sot që një kryeministër të marrë funksionet e një kryebashkiaku. Besoj para ca ditësh ka ndodhur diçka në Turqi, ku është arrestuar kryetari i Bashkisë së Stambollit, dhe i bie tani që zoti Erdogan, që është presidenti apo kryeministri, të shkojë tani të marrë funksionet e Bashkisë së Stambollit. Ja e njëjta gjë është. Kështu që kjo është e papranueshme, ai dhe mund ta bëjë, sepse edhe ai autokrat është si Rama, por është e papranueshme në pikpamje demokratike. Nëse këta duan ta heqin pra ligjin dhe ta kthejnë si dikur komitetet ekzekutive të kohës së diktaturës, që kryetarët e komiteteve i emëron tek Këshilli i Ministrave, atëherë është tjetër histori. Por nëse do të flasim për një shtet demokratik ku çdo institucion operon në bazë të ligjeve të veta, themi që këto ligje janë shkelur. Prandaj thash që është sot jemi në një push institucional nga ana e kryeministrit të Shqipërisë, i cili ka marrë në dorë fuqinë për të ushtruar një pushtet të cilin nuk e ka me ligj dhe nuk i takon me ligj. Dhe këtu jemi përpara një vepre penale, dhe nëse spaku do kishte të paktën minimumin e përgjegjësisë, duhet të kishte regjistruar një procedim penal ndaj kryeministrit, sepse është një dispozit të kodit penal i nderuar që thotë që kur marrja dhe ushtrimi kompetencave pa ligj. Dhe kryeministri ushtron kompetencat pa ligj. Dhe kjo është një akt i dënueshëm nga pikpamja penale
apo dhe kushtetuese. Cila është arsyeja që kryeministri Edi Rama e ka ndërmarrë një hap të tillë duke mos respektuar asnjë procedurë ligjore sa i përket kalimit të kompetencave për drejtimin e Bashkisë së Tiranës, pasi do duhet të mblidhej Këshilli Bashkiak dhe jo të përcaktohej direkt nga zyra e kryeministrit? Tani, unë nuk jam në mendjen e kryeministrit, por ne bëjmë një analizë juridike padyshim dhe politike. Do të kuptojmë diçka që Bashkia e Tiranës është bashkia më e madhe në këtë republikë. Dhe padyshim është bashkia që ka të ardhurat më të mëdha, ka interesat më të mëdha, ku interesat jo vetëm shqiptare, po interesat edhe rajonale, sepse ne dim dhe faktet provat çdo ditë dalin që në Tiranën tonë të dashur, ku ne jetojmë, pastrohen parat e krimit të mafjes, krimit organizuar shqiptar dhe rajonal dhe më gjerë. Vetëm dije par dije janë bërë në Itali disa arrestime, ku ndër këto arrestime ka patur personazhe italianë të cilën, sipas antimafjes italiane, ka rezultuar që ata pastronin parat në Shqipëri, pra në Tiranë. Dhe në këtë kuptim them që Tirana ka interesa dhe këto interesa kanë bërë që kryeministri i Shqipërisë të marrë në patronazhim Bashkinë e Tiranës, sepse aty ndërthuren interesat politike, interesat ekonomike e kështu me radhë. Dhe kryeministri nuk mundet ta linte këtë situatë, t'i shpëtonte nga dora, duke ja lënë këtë menaxhim të bashkisë Këshillit Bashkiak, sepse normalisht, siç thashë edhe në ligjin si për situar të neni 64 të ligjit 139/2015 për vetëqeverisjen, kur kryetari i bashkisë nuk ushtron funksionin e tij brenda 3 muajsh, atëherë është Këshilli Bashkiak ai që verifikon këtë mungesë të tij dhe merr vendimin për shkarkimin e kryetarit të bashkisë. Pra, Këshilli Bashkiak është një farë parlamenti i cili ka kompetencat dhe ka fuqinë e tij që ta mbajë dhe ta ushtrojë funksionin duke caktuar një nënkryetar të bashkisë që t'i jap kompetencat e kryetarit. Prandaj them që kryeministri i Shqipërisë nuk la asnjë mundësi që të zbatojë ligji për sa i përket funksionimit të kryetarit të bashkisë kur kryetari është në gjendje në mas sigurimi arrest. Kështu që për të kthyer te pyetja juaj, interesat janë të mëdha, kryeministri s'mundet ta linte këtë në dorë të tjerëve, sepse është vetë ai që e kontrollon këtu në këtë republikë çdo gjë, kontrollon bashkinë, kontrollon padyshim të gjitha institucionet, kontrollon i nuk i nuv, tatime, çdo lloj gjëje në këtë republikë e kontrollon ai. Dhe lejet e ndërtimit madje e ka bërë me ligj që kur janë mbi 9 kate, duhet patjetër leja e KKRT-s që drejtohet të Republikës që drejtohet nga kryeministri. Prandaj të gjitha këto interesa kanë bërë që kryeministri të marrë në dorë të bet tashmë edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës. A mund të themi se tashmë Erion Veliaj, i cili edhe pse ndodhet në burg, ka hyrë në një kurs përplasje me kryeministrin Edi Rama në luftën e tyre për dominim dhe për pushtet? Qiko, tani nuk kam asnjë dyshim që Erion Veliaj është një i vdekur politikisht. Është një njeri i vdekur politikisht. Nuk kam asnjë mundësi. Zoti Rama ja ka marrë bashkinë, ka emëruar aty një të vetën, një Benjaminin e vet, dhe ajo ka shkarkuar njerëzit e Erion Velis aty. Ka shkarkuar në kryetarët, ka shkarkuar shefin e kabinetit, i cili ishte personi që shkonte, po thoshte çdo ditë në paraburgimin e Durrësit me lejen e prokurorit që komunikonte dhe merrte urdhra, firmoste dokumenta Erion Velia. Dhe kështu që edhe këta persona të cilët kishin një farë kontakti me kryetarin e bashkisë, nuk e kanë më. Dhe kështu që kryetari i bashkisë tashmë është një person që ligjërisht është kryetar bashkie, ligjërisht. Por në fakt, ai është i zhveshur nga funksione nga fuqia e tij për të ushtruar funksionin të kryetar bashkie. Prandaj që Erion Velia është e kotë që të diskutojmë, faktet janë aty, provat janë aty,
ne po i shikojmë, Edi Rama e mori, ka marrë ata, ka bërë dhe shkarkime madje edhe në disa drejtorë të bashkisë, të cilët kanë qenë Benjamin të bindur të Erion Velis, dhe kështu që gjithë bashkia tashmë është në dorë të Edi Ramës, nga njerëzit e Edi Ramës dhe po menaxhohet prej tyre. Erion Velia thjesht ka emrin sekretar bashkie, sa të shkarkohet kur të vi momenti. Sa i përket Erion Veliajt, si mendoni, pse u tërhoq nga vendimi i tij për delegimin e drejtimit të Bashkisë së Tiranës, duke theksuar më pas se e gjitha ishte një keq kuptim? Jo, Erion Velia nuk është tërhequr. Do të kuptojmë, tërheqja nëse ti nxjerr një akt administrativ, një vendim, siç ishte ai që të delegonte kompetencat e tij në kryetares së bashkisë, atëre që të bënte një veprim tjetër refuzues, ai duhet të nxirrte një shkresë tjetër ku të revokonte shkresën e parë dhe të linte fuqi shkresën e dytë. Ndërkohë që Erion Velia ka pasi pa të gjithë këtë zhurmë të madhe, atëre Erion Velia reagoi me anë të Facebookut. Ne nuk e dim. E reagon Erion Velia se ai atje brenda nuk ka Facebook, nuk ka internet, nuk ka celular, dhe kështu që nëse do bëte një revokim nuk mund bëhet me anë të Facebookut. Një shkresë që është firmosur, duhet nxjerrë një shkresë tjetër po të firmosur nga zoti Veliaj që të revokonte shkresën e parë. Prandaj them që ajo që ka bërë që shkresa e zotit Veliaj, pavarësisht se nuk është protokolluar, nuk është lejuar të protokollojë në institucionin e bashkisë, por është një shkresë që qëndron në fuqi. Kështu që kjo është diçka që nëse do shkonte në gjykatën administrative, një konflikt administrativ, padyshim që ajo do ishte një fitore e Erion Velis, sepse ai ka folur me anë të një dokumenti, dhe që ta shbënte atë dokument, duhet që të bënte një dokument tjetër që të revokonte dokumentin e parë. Prandaj them që duke parë gjithë këtë që Erion Velia nuk e ka më fuqinë, që njerëzit që ai delegon kompetencat nuk e ushtrojnë dot funksionin e tyre, kuptohet që Edi Rama ka marrë peng Bashkinë e Tiranës për të cilën thot bëni si them unë. Dhe kështu që ky quhet në gjuhën juridike një push institucional. Si mendoni në këtë rast, sa i përket reagimit të tij në Facebook, Erion Veliaj është shantazhuar, i është ushtruar presion? Çfarë mund të ketë ndodhur me të? Tani, këta kanë prishur dhe rregullat e mafjes, sepse këta e kanë kaluar dhe mafjen. Mënyra se si po operojnë këta dhe drejtojnë bashkinë dhe drejtojnë qeverinë, dhe mafja ka më shumë rregulla, ka më shumë disiplinë dhe ka më shumë bashkëpunim me njëri tjetrin mafiozët, kupola mafioze. Pra, ndërsa këta i kanë thyer edhe rregullat e mafjes, kanë kaluar akoma në xhungël. Kupton? Këta kanë kaluar në xhungël dhe kështu që nuk ka më asnjë logjik kjo juridike, sepse Edi Rama bën veprime të cilat ne juristët dhe asnjë avokat, po qoftë ai juristi më i mirë i botës nuk mund të arrijë dot ta perceptojë, ta kuptojë veprimet e Ramës, sepse veprimet politike ne kërkojmë t'i shbëjmë me mendime juridike, jo, nuk shbëhen veprimet arbitrare në shkeljet kushtetutës apo të ligjeve, ne kërkojmë i vëmë përballë arsyen juridike. Po ti po dukesh arsyen juridike një autokrati ose një diktatori, ti vjen ve Roxhës arsyen juridike që shikon se ti po shkel të drejtat e njeriut, nuk duhet ta bësh atë veprim. Ja, kjo është edhe sot me Ramën, është e njëjta gjë, është e njëjta arsyetim. Kështu që dhe ne avokatëve na vënë një përgjegjësi, sepse ne flasim në bazë të ligjit dhe kur na dëgjon dikush tjetër thotë po këta janë idiot, duke kuptuar që Edi Rama nuk i njeh ligjet në këtë vend dhe prandaj që nuk ka arsye juridike kjo. Kjo ka kaluar arsyen juridike. Dhe ne mund të flasim për arsye juridike me një individ i cili ka prishur gjithë rregullat e lojës demokratike. Ne prandaj kemi ndërtuar ligjet që ne të disiplinohemi me anë të ligjeve. Nëse ne nuk disiplinohemi me anë të ligjeve dhe i shkelim ato ligje, atëherë çfarë mbetet tjetër që jemi? Jemi në një xhungël. Dhe kjo është ajo për të cilën ne kemi folur dhe do vazhdojmë të flasim këtë ditë, por nuk ka asnjë rëndësi kjo, sepse autokrati nuk pyet fare as për mendimin tim, as mendimin e juristëve, të analistëve apo dhe të kundërshtarëve të tij politik. Ai vazhdon në të vetën, e shkel ligjin, thotë, dua ta shkel, prokuroria është aty dhe shikon,
të jeni të bindur që nëse do ndodhte në një vend kjo, të asaj Bashkimit Evropian që ky na ngrënë, na zgjon çdo mëngjes sy më sy apo gjumë me popullin si paraardhës i tij, dhe na tregon Bashkimi Evropian, po Bashkimi Evropian ka ca rregulla mondial, do thonë aty kryeministri, ka ca rregulla të cilat nuk i shkel. Ka ca rregulla që s'mund të arrijë kryeministri kancelari gjerman të shkojë të marrë kompetencat e kryetarit Bashkisë Berlinit. Dhe kjo është ajo bashkësia europiane që ky na flet shumë bukur i referohet, por në fakt ky vepron pasaj si jo në Rusi se të kemi dëgjuar, por nuk e di tani as nuk i bëjnë dot një shembull të dytë, sepse nuk ka një shembull të dytë kjo që po ndodh në Shqipëri me kryeministrin që ka marrë peng bashkinë e kryeqytetit. Duke mbetur te ky raport midis Edi Ramës dhe Erion Veliajt, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi sot se ndoshta Erion Veliajt mund t'i kenë dërguar edhe zarf me plumb brenda apo e kanë droguar, dhe se mënyra se si po menaxhohet Bashkia e Tiranës në këtë përplasje duket se ka një shantazh dhe një presion ndaj Erion Veliajt. Ju si mendoni çfarë po ndodh në këtë rast? Edi Rama kërkon ta përvetsojë të gjithë për vete Bashkinë e Tiranës dhe kërkon të nxjerrë jashtëloje një herë mirë Erion Veliajn, apo ka një skenar tjetër? Kjo ta filloj nga fundi. Ai e ka nxjerrë tashmë jashtëloje Erion Veliajn. Erion Velia thash një herë, është një i vdekur politikisht. Erion Velia ka mbaruar politikisht. Vetëm se nuk është bërë varrimi në thonjza, në kuptimin nuk është bërë shkarkimi. Edi Rama da ki shkarkuar ato, po vetëm se ka hallin e zgjedhjeve të 11 majit. Sepse nuk mundet se nëse shkarkon sot brenda 45 ditësh duhet të shpallë presidenti sipas kushtetutës dhe ligjit duhet të shpallë zgjedhjet. Dhe atij Ramës nuk i konvenon, nuk do që ai të bëjë bashkë me zgjedhjet parlamentare dhe zgjedhjet kryetar Bashkisë së Tiranës, sepse ai nuk di fatin e vet një herë. Çfarë do bëhet në 11 maj, pastaj të mendoj për Bashkinë e Tiranës. Kështu që ai tani po pret të përfundojnë zgjedhjet e 11 majit, duke përfunduar zgjedhjet e 11 majit që ai mendon të fitojë, atëherë çfarë bën? Shpall zgjedhje për kryetar bashkie dhe pastaj fut të gjithë grupin e tij për të fituar zgjedhjet siç i fitoi edhe në 2 vite më parë në Tiranë. Kështu që kjo është ajo për sa i përket pjesës së Erion Velis që ka mbyllur historinë me Bashkinë e Tiranës. Pastaj për sa i përket zotit Rama, nëse ai e ka në dorë të gjithë, shiko. Unë siç ka vajtur po vend gjërat në këtë republikë, unë mendoj që më mirë të shkrijnë fare ta prishin ligjin dhe 139/2015 për pushtetin vendor dhe ta kthejnë, thash, si komitetet ekzekutive dikur, të emëroj kryeministri, kryetarin e bashkisë, mos të lodhen kot duke bërë zgjedhje çdo 4 vite dhe kështu që dhe harxojnë dhe para, e kështu me radhë, ku ndërkohë që kryetari i bashkisë nuk e pyet kush, mund të arrestohet kur t'i teket prokurorisë, mundet ta heqi kryeministri kur t'i doj qefi sipas kushtetutës për shkelje të rënda të kushtetutës dhe kështu me radhë, dhe kështu që ku ishim, ish gjikundi. Ku është vullneti i qytetarëve, ish gjikundi. Kështu që kjo historia e zgjedhjeve fiktive, sepse këta zgjedhjeve janë kot, është një lloj koti kjo që po bëhet me zgjedhjet. Është një lloj koti sepse ti fiton zgjedhjet, i fitoi zgjedhjet ai në Bashkinë e Imarës, ky çfarë bëri, arrestoi, nuk e la të bënte betime dhe të ushtronte detyrën e tij, edhe pse ishte me statusin e paraburgosur. Kështu që tashmë nuk kam asnjë dyshim që Edi Rama kontrollon të gjithë pushtetet të Shqipërisë, edhe pushtetin vendor dhe gjitha me radhë. Të mbetemi sërish te Erion Veliaj, ndaj të cilit është ngritur sërish një akuzë re nga Spaku mbi futjen e sendeve të ndaluara në burg, ku dyshohet edhe për përdorimin e celularit brenda burgut. Si është mundur që një kryetar bashkie dhe një njeri me një eksperiencë caktuar politike nuk ka pasur njohuri të caktuara apo nuk ka pasur këshillën e avokatit për t'i bërë ditur që nuk do duhet flas apo nuk do duhet komunikoj brenda qelisë burgut? Shiko, Erion Velia në momentet e para ishte i paqartë. Mendonte se ishte si puna atyre që
dënoheshin në kohën e komunizmit, po thoshin nuk di gjë shoku enver se ka bërë Mehmeti, e kupton me kokën e vet. Na ka fut ai në burg dhe i dërgonin letra Enver Hoxhës ata në burgu, që ankoheshin për Mehmetin, e kupton, po në fakt i kishte futur Enveri ata në burg. Dhe punë e Melis. Merresh me prokurorin, me gjyqtarin, merresh me Berishën, që lidhje kishte, merresh me gjithë, po jo me Edi Ramën. Dhe nuk e kuptuar jo me dia që në burg e kishte futur Edi Rama në fakt. Dhe përgjigjet atje brenda shiko, duhet kuptosh diçka. Në paraburgim, në ambientin e paraburgimit, nuk hyn dot kush, edhe policët që hyn atje, që ushtrojnë pra që shkojnë në punë atje, që marrin turin atje, ata kontrollohen me skaner e kështu me radhë, që të futësh përgjithë në ambientet e paraburgimit, do të kesh marrë lejen e drejtorit të përgjithshëm të burgjeve dhe drejtorit të burgut. Padyshim që me djenit të ministrit të drejtësisë që është ai që i ka ata në varësi. Kështu që ato përgjithës që janë futur atje, janë futur me djenit të Ysimanjës dhe gjithë këtyre. Po e ditë Ysimanja, a e di Edi Rama? Po patjetër që e di. Dhe ato janë futur me qëllim që të dëgjojë bisedat e Erion Velis atje, çfarë ka diskutuar me familjarët, dhe në fakt ai ka diskutuar me familjarët atje, duke folur jo vetëm në ambientet e takimeve kur është janë ambiente apo safat për të takuar familjarët, por edhe me anë të telefonit të institucionit, ku ai ka bërë emra, ka zënë emra gjysmën e Tiranës, i thoshte shko tako kryeministrin, të takoj filani se ai ka shok të ngushtë prokurorin dhe ai tjetri ka mik të ngushtë gjyqtarin. Nuk e kish kuptuar akoma që urdhrin atyre ka kishte dhënë Edi Rama për ta futur burg Erion Velin. Dhe kishte dhënë gjysmën e Tiranës në gojë kë kishin miq. Po ndërkohë që Spaku po i regjistronte këto. Dhe pastaj bëri gabimin tjetër fatal, si idiot që është, se mendon kur je pushtet, çiko, kur je në pushtet dhe një pushtet kaq të madh sa kishte Erion Velia, të duket vetja i fort, i bukur, trim me miq. Po kur kthej kokën pas asaj s'ke më asnjë. Dhe Erion Velia akoma nuk ishte në fazën e pesimizmit, nuk i kish kuptuar dhe fillon të fliste pëndesi i fort. Dhe çfarë bëri gabimin tjetër, mori me qafë dhe policin e shkret, duke i marrë celularin gjatë shoqërimit që ata po i bënin nga burgu për në SPAK, pra në masë e sigurimit, i thot ati më jepshi celularin dhe me atë celularit të policit, mori bashorte, mori vllajin, mori njerëzit. Po ndërkohë që Spaku kishte vënë për gjithë familjarët dhe pa që thirrja hyrëset e familjarët vinte nga një numër që ishte me i drejtorisë së burgjeve, sepse institucionet dihet që ka numrat e tyre të shënuar kush janë nga çaj institucioni, dhe çfarë bëri Spaku e pa dhe konstatoi që ky numër kishte ardhur nga drejtoria e burgjeve, nga toka e shoqërimit të Erion Velis. Dhe mori policët të gjithë, i pyeti një polic i shkret që kishte dhënë celularin, u tregoi ndershëm. Tha që po tha e kam dhënë unë, tha, sepse më bëri presion e Erion Velia, më tha po s'më celular do pshëra puna. Unë tha ai baj fëmijët me të rrok, tha. Dhe u tregoi ndërgjegjësh polici, se ashtu që vërteta. Dhe Spaku bëri dosjen gati, nisi pyeti policët e shoqërimit që kishin lejuar, kishin dhënë celularin e Erion Velis, dhe çfarë bëri, ndërtoi akuzën tjetër që ja komunikuan di Erion Velis, që është neni 304A, futja sende e palishme në ambientet e paraburgimit, që është vepër penale që dënohet deri në 5 vite burg. Kështu që Erion Velia i ka bërë veprimet e tij me vetdije të plot, nuk i ka patur askush faj. Faj se do të flasësh ti atje në burg. Emra ka zënë gjithë dynja dhe do dalin emrat, unë i di shumë emra të tyre sepse disa prej tyre kanë me klient. Edhe ma thanë ata çfarë ka ndodhur se ka thirrur Spaku, i ka pyetur e kështu me radhë. Prandaj them që Erion Velia e ka mbyllur kapitullin dhe me bashkinë, edhe me partinë, edhe me Edi Ramën, le çfarë thot ai që shkruan në mesazhe në Facebook dje që mezi pres të takoj Edi Ramën, e kështu me radhë si ata që ishin në burg kohën e diktaturës që uronin Enver Hoxhën për 8 nëntorin për themelimin e partisë, që partia ta mbante të fortë. Ne jemi në burg, do vojnë, por do dalin vetëm partia e fortë. Edhe Erion Velia është në atë rrugë. E kuptoni tani vetë, çfarë them unë, më ti djali të shkolluar, të zgjuar, ardhme politikës shqiptare, madje do bëhet edhe kryeministër, në fund fare dolin cop idiot. Nisur nga ajo që ju konstatuat më parë, siç u shprehet që Ulsimanja dyshohet si personi që ka vendosur përgjimet në qelitë e paraburgimit. Nisur dhe nga raportimet në media thuhet që Erion Veliaj
ka thënë për Ulsi Majën që do ta shkrinë deri në 7 breza. Nisur nga këto deklarata dhe nga kjo përplasje brenda radhëve të mazhorancës, a mendoni se brenda Partisë Socialiste ka nisur ajo përplasja e madhe e elementëve që mbështesin Erion Veliajn dhe të tjerëve që mbështesin Edi Ramën? Para se ta shkri Ulsi Majën Erion Velia, duhet të dalë në burgu. Kupton? Që të dalë në burgu duhet të presi sa vite. Pastaj të filloj kur të dali, pastaj qofse do ketë mbetur në njeri do t'i flasi në rrugë, dhe i kemi njerëzit aty që kanë dalë, sa i mirë si e kisha ish ministri Brëshëm, Samir Tahiri. Bravo. Dhe kështu që të dali në burgu Erion Velia, se të mos i komunikojnë akuzat tjera, incineratorët e historirat tjera, që ka akoma, dhe ka një 3-4 çështje të tjera atje, kur të dali pas 10, 12, 13 vitesh në burgu, të filloj pasaj të merret me Ulsi Majën që ka vetë 70 vjeç atëre. Problemi qëndron që duhet ta kuptosh dhe pozicionin që është. Ulsi Maja nuk e ka bërë atë vetëm. Më përpara, edhe kur janë bërë arrestimet e mëpashme për incineratorët, Edi Rama bashkë me Ulsi Majën ka vendosur në ambientet e paraburgimit të Durrësit, dhe i çojnë apostapat atje dhe u ka vënë përgjime. U ka vënë përgjusa që i dëgjonin çfarë bisedonin këta, u zinin emrat në gojë Edi Ramës apo këtyre, sepse incineratorët dhe korrupsioni i incineratorëve kishte brenda firmën e Edi Ramës, sepse ai ishte koka e gjithë truri, mendja, organizuesi i incineratorëve, dhe Edi Rama i dëgjonte këta çfarë bisedonin atje, sepse u kishte vënë përgjus. Dhe Erion Velia këtë e dinte, po nuk e mendoi që partia do ta linte dhe do ta eliminonte në këtë forum. Ky ishte problemi. Kështu që Ulsi Maja nuk bën veprime pa Edi Ramën. Gabojnë rënd dhe ata që mendojnë që Ulsi Maja ka bërë veprime pa Edi Ramën. Atje ai është përgjuar me urdhër spakut. Do ta kuptojmë këtë. Po Ulsi Maja mundet po të donte ta ndihmonte, Erion Velin i thoshte, i bëne një shenjë, mos fol, kaq. Por ai atje brenda është përgjuar me urdhër të spakut edhe me vendim të gjykatës. Kështu që është e kota ajo historia, pastaj që Erion Velia, jo lufta brenda PS-s, Partia Socialiste apo ish Partia Punës, çfarë dreqin e quajnë, ka 80 vjet me luftë të brendshme. Ka filluar që në 41-shin, ka vrarë njëri tjetrin, ka ngërë kokat e njëri tjetrit, s'ka lënë më luftë të brendshme, Eve Roxha i vrau të gjithë, pastaj mori të rinë, të gjithë bëhet Edi Rama, i zhduku të rinë, ata të vjetrit, tani merr të rinë, të njëjtën taktik si diktatori, dhe ai mori çurrën nga isha ajo një kryetare kuvendi, u bën nga ishte na dropull nga ishte, e çoi në kuvend, dhe i thosh popullit jam me të rinë, do vija ardhja, do arrim te komunizmi e kështu me radhë. Rama çon të rinë tani, thot do vemi në BE me ka të rinë. Pra, nuk është mënyrë e re kjo e kësaj partie. Kjo është forcë politike e cila luftën e brendshme e ka patur që në themelim të saj. Nuk është ndonjë gjë e re. Dhe për ne të gjithë ata që dim pak nga historia, e din shumë mirë që kjo është një parti që luftën e brendshme, kokat e njëri tjetrit i kanë ngrënë dhe i kanë ngrënë në mënyrë shumë ekstreme. Dhe kështu që sot jemi në demokraci, nuk të vrasim, po të ishte kohë tjetër, diktaturën, Erion Velia do të ishte armik, do ta kishin sot, do ishte ekzekutuar, do ishte mbyll historia. Por tani mbaj në burg, gjoja funksionon drejtësia, po dhe në kohën e diktaturës funksionon të drejtësia, deri pavarët e Eve Roxha, dhe tani funksionon drejtësia pavarët e Edi Rama, pavarët e oborrit kryeministrit. Funksionon për të gjithore. Edi Rama thot funksionon drejtësia. Se zvetet Edi Rama dhe normalisht funksionon drejtësia. Kush e dëgjon? Se arrestojnë edhe njerëz të tjerë, arrestojnë edhe grupe kriminale, arrestojnë edhe politikanë, edhe në kohën e diktaturës, arrestoheshin edhe ordiner, po arrestoheshin edhe për politik. Gjoja, kështu që kjo është e kamufluar, kjo puna e drejtësisë së re, apo e rinovuar, apo e rifreskuar e kështu me radhë. Kështu që lufta brenda Partisë Socialiste është një luftë e hershme që do vazhdojë akoma, dhe biles në këto zgjedhje do jetë akoma më ashpër, sepse kanë lënë jashtë dhe janë konkurojnë në Tiranë Fatmi Xhafa, Erion Braçe, Pandeli Majko dhe të gjithë këta të cilët Edi Rama erdhi në pushtet në 2013. Kështu që do jetë një luftë e ashpër dhe unë nuk e di se si do vej fundi, por Fatmi Xhafa dhe klani që ndihmoi Erion Velia për zgjedhjet e 2021-shit që
Edi Rama nxori nga dera dhe Erion Velia ja futi nga dritarja, sepse punoi gjithë enturazhi i Erion Velis për Fatmi Xhafën, nuk besoj se më këtë radhë do jetë kjo mundësi që të punojnë dhe Erion Velia të ketë deputetët e tij në grupin parlamentar Partisë Socialiste, sepse është një vdekur politikisht. A mendoni se Erion Velia mund të shndrohet në një të penduar të drejtësisë ku mund të rrëfejë të gjitha aferat korruptive të qeverisjes së kryeministrit Edi Rama? Unë mendoj që Erion Velia drejt asaj do shkojë. Sepse akuzat ndaj Erion Velis janë akuza të rënda. Janë akuza shumë të rënda, sepse korrupsioni është 4 deri në 12 vite. Ndërkohë që pastrimi i produkteve veprëspenale, që është rrethana rënduese, që është me pika 2 e neni 287, parashikon nga 7 deri në 15 vite burgim. Por Erion Velia jetë me fat për një gjë, që nëse SPAK-u, prokuroria e posaçme, nuk e kualifikon veprën penale, që të kualifikoj si grupi strukturuar kriminal. Se po e kualifikoj si grupi strukturuar kriminal në bazën e neni 333.1 gërma A, atëherë Erion Velis do të fillojë në 20 vite. Dhe kjo për mua do jetë fitore e madhe e Erion Velis. Jo për këto akuza se këto i ka dhe nuk i shton dot, po flasin që do jetë fitore e madhe dhe t'i gëzohet nëse prokurorët nuk kujtohen ose do t'i bëjnë një favor që mos t'i kualifikojnë veprën penale si grupi strukturuar kriminal, sepse në bazën e 328 të kodit penal, ai plotson kushtet, sepse janë mbi 2 persona, i plotsojnë kushtet si organizimi, funksionimi, kohështrirja dhe qëndrueshmëria. Pra, këta janë 4 komponentët që e bëjnë grupin e strukturuar kriminal si veprë penale. Kështu që kjo do jetë fitore e madhe, sepse Zoti Beqaj, që është kolegu ti i partisë e kështu me radhë, ju kualifikua si grupi strukturuar kriminal. Prandaj që Erion Velia të shikoj pozicionin e tij, të merret jo me prokurorin, po të merret me akuzat, akoma se janë akuza, por me dyshimet që ka prokuroria, që të bëjë mbrojtje në këtë kuptim, se nuk bëhet mbrojtja as me të sharë nga nëna, as nga familja, as për antropologjin prokurori dhe gjyqtarin, po bëhet në bazë të atyre që ai ka grumbullur për tyra dhe ti duhet të arrëzosh ato. Unë shikoj që mbrojtja e Zotit Velia është mbrojtje shumë e dobët, pak në këtë vështrimin tim, të cilët e kanë mësuar ose orientuar gabim që ai të sulmoj prokurorin dhe gjyqtarin. Sipas raportimeve në media ku janë referuar një materialit të caktuar, Erion Velia i ka bërë disa kërkesa dhe një ndër to më specifike është ajo ku ka kërkuar asistencën e një psikiatri. Si mendoni, çfarë loje po luan Erion Velia në këtë rast dhe a ka një strategji për të zbutur dënimin që mund të ketë ndaj tij? Shiko, do të kesh parasysh diçka. Çdo i paraburgosur apo i dënuar ka të gjithë të drejtat e tij të kërkojë lirinë me çdo kusht. Kupton? Nuk është një gjë e ndaluar, nuk është herezi dhe nuk është ndonjë krim. Çdo kush kërkon të fitojë lirinë në një mënyrë apo në një tjetër. Ka njerëz që kërkojnë lirinë duke sepse ka disa kushte që ti duhet të jesh në burgim ose para burgim, në një peshë të caktuar kur je nën 30 kg, atëherë merret masa që ti duhet të lirohesh me njëherë në kushte të tjera sepse nuk e përballon dot para burgimit. Pra, ka njerëz të cilët vetë flijohen për të arritur këtë peshë për nëse përfitojnë nga beneficet që jep ligji. Erion Velia ka zgjedhur që të marrë një psikiatër që të dalë i çmendur. Po do i çmendur do ta çojmë në çmendim. Dhe nuk e di pasaj se si kush do jenë ata mjekësisë ligjore që mund të marrin këtë përgjegjësi që të çojnë Erion Velin, ta nxjerrin të sëmurë mendor, që ta çojnë në psikiatrinë e Vlorës apo të Elbasanit, apo ta mbyllin në spitalin e në Fushkruj, si quhet ajo, spitali që është për këta personat të cilët kanë probleme mendore. Ai po mund të ketë probleme me parat, po probleme mendore nuk besoj se ka. Kështu që nuk do të funksionojë kjo strategji që ai ka zgjedhur për të fituar lirinë. Ndërkohë, SPAK pritet që
të veproj sa i përket krimeve zgjedhore në zgjedhjet e 11 majit. Nga ana tjetër, njësër eksponentësh të mazhorancës janë në lupën e SPAK-ut. Kush mendoni se do të goditet pas Erion Veliajt dhe që rrezikon më shumë përpara zgjedhjeve? Në fakt, në procedime penale ka pothuajse për të gjithë enturazhin kryesor të Edi Ramës, pra për Edi Ramën mbi të gjitha, por edhe për të gjithë enturazhin e Edi Ramës. Ka për Edi Ramën, ka për sekretarin e përgjithshëm të Ministrave, ka për ministrat, ka për Taulant Ballën, ka për Manasiliun, pra nuk di në një ministër që nuk ka një dosje në SPAK. Nuk di. Por ka për presidentin e Republikës Fodeshëtju, që është një nga dosjet që do shpërthej së shpejti, është dosja e pronave të ushtrisë, që përfshin nga presidenti i Republikës dhe gjithë zinxhiri drejtues i komandës i Ministrisë së Mbrojtjes, pra general kolonel që janë aty, edhe Olta Xhaçka. Ajo është një bombë, një minë tjetër që do shpërthej dhe do ta shikoni së shpejti, sepse tani në prill bën 4 vite që është dosja e tim, hetimet kanë përfunduar, edhe së shpejti do ketë edhe masa sigurimi. Është pastaj dosja tjetër që e Kroçati, Matrix e këto, ku del Taulant Balla në të gjitha biseda telefonike, mesazhet në gjithë grupet kriminale të Elbasanit dhe Mëgjer, ku përmendet Taulanti si njeriu i cili ishte i dërguar i mafjes në kabinetin qeveritar dhe ishte ai i cili zgjidhte gjithë problemet e këtyre. Dhe kështu që është Edi Rama vetë, dosja me Gonigal, që është një dosje shumë e rëndësishme, një dosje e cila unë nuk e di se si do ta zgjidhë Edi Rama këtë çështje, sepse nuk e ka vetëm me prokurorinë shqiptare, por e ka edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata nuk të falin për këto, sepse ka korruptuar njeriun numrin 2 të FBI-t, dhe Shtetet e Bashkuara kur korrupton një zyrtar të tyre të shikojnë cënon sigurinë kombëtare, cënimi i sigurisë kombëtare të Amerikës, ata të bëjnë të shpallin non grata dhe të bëjnë të vendosin edhe në listën e terroristëve. Kështu që kjo është një situatë shumë, nuk e di pse i do zgjedhjet e Edi Rama në zgjedhjet e 11 majit dhe të fitoj, por janë dosjet shumë të nxehta, të cilat nga momenti në moment pritet që të ketë zhvillime të reja për sa i përket masave sigurimit, arrestimeve, apo mund të ketë edhe masa të tjera, siç e thënë arrestimet me burg. Pastaj ka dosje periferike që janë dosje për këto jo deklarim ose deklarim të ardhurave, që nuk kanë ndonjë rëndësi të madhe, sepse politikanët normalisht në Shqipërinë e dinë që kanë ardhur me një çantë në Tiranë, me një çantë me kështu na këto 30.000 lekë, dhe sot janë bërë me vila, me restorante, me hotele dhe me jetë luksoze, kështu që janë të pranueshme këto që do ketë edhe nga këto veprime nga ana e SPAK-ut. Dhe pyetja e fundit, a ka gjasa që kryeministri Edi Rama, pavarësisht se është në detyrë, mund të ekstradohet për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëse SBA nis një procedim penal ndaj tij mbi aferën e Charles Gonigal, ku ai dyshohet si i përfshirë? Shiko, ai nuk dyshohet. Edi Rama ka dalë në dosje me Gonigal. Dhe dosja me Gonigal është mbyllur ditën kur ka ardhur në Shqipëri, Antony Blinken, sepse në Amerikë në atë ditë që erdhi Antony Blinken në Shqipëri, po gjykoi në Washington dosja çështja me Gonigal, dhe ku Edi Rama përfshihej jo pak, po 14 herë në atë vendim, dhe sepse një njeri që ka dy pare mend në kokë bën një pyetje, thot, mira ai që u korruptua me Gonigali, po kush e korruptoi? Kjo është pyetja. Kush e korruptoi me Gonigali? Dhe këtë duan dinë njerëzit, amerikanët këtë duan dinë, drejtësia amerikane këtë do. Mira ai që u korruptua, ai maskaraj amerikani, se jo pak herë janë korruptuar zyrtar të lartë të shërbimeve amerikane, i kemi parë në për filma e kështu me radhë. Por problemi është kush e ka korruptuar? E ka korruptuar kryeministri i Shqipërisë. Apo bashkë me njerëzit e vet kryeministri i Shqipërisë. Dhe kjo është ajo që e bën situatën shumë të rëndë. Dhe nëse
regjistrohet dhe hapet në Shtetet e Bashkuara dosja që për sa ka mund jeni ka filluar lëvizjet për ta rihapur atë dosje që ju vendos ka pak, Edi Rama do t'i ketë punët jo mirë me ligjin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mase prokuroria shqiptare e ka regjistruar atë procedim penal para një vite gjysmë, nga denoncimi që ka bërë deputeti Gazmend Bardhi i Partisë Demokratike, dhe kështu që ta fushojë spaku atë çështje, duhet ta çojë gjykat. Që ta çojë gjykat, duhet të ketë administruesa prova që t'i thotë gjykatës unë mbylla për 1, 2, 3, 5 arsye. Po fakti që prokuroria jonë e posaçme këtë dosje e ka hapur dhe vazhdon hetimin mbi dosje, jo mbi personi, tregon dhe vërteton që ajo çështje është akoma e hapur dhe është një bombë për sa i përket Edi Ramës, i cili nga kjo dosje nuk e zë gjumin natën. Zoti Cakrani, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve, mirupafshim. Të dashur shikues, bashkë do shihemi në intervista të tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.